Ajo çfarë po ndodh në Bosnjë e Hercegovinë sigurisht shikohet si një shkëndi që mund të shpërthejë nga momenti në moment, pavarësisht se nëse do të ndodhë kështu apo jo. Situata është e paqartë, e trazuar, por se si mund të shkojë, ne mund të bëjmë vetëm një parashikim, një analizë në këto momente. Është e vështirë të thuhet. Në lidhje të drejtë për drejtë, kam kënaqësinë të kem analistin për Ballkanin Perëndimor Adnan Çerimagiç në mënyrë që të bëjmë një bisedë për të zgjeruar pak më shumë edhe informacionin që kemi lidhur me këtë çështje, por gjithashtu edhe për të parë më konkretisht se çfarë po ndodh. Të përshëndes zoti Çerimagiç, faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë. Thank you very much for having me. Faleminderit që jemi këtu. Fillimisht në Bosnjë e Hercegovinë, pikërisht tani që bota po mundohet të shuajë dy vatra të ndezura lufte në Ukrainë dhe në lindjen e mesme, situata nuk është as pak e qetë, sidomos edhe me ato çfarë po ndodh me një projekt kushtetut që mund të mundsojë që Republika Srpska të ketë ushtrinë e vet dhe të mundsojë vetvendosjen. Well, Bosnia-Herzegovina since Në fakt, Bosnia-Herzegovina është një nga vendet ku kriza ka pas ndodhur edhe në ish Jugosllavi dhe është pikërisht kjo lloj vështirësie dhe ajo ka kaluar me aspekte shumë të dhunshme dhe pikërisht kjo krizë e fundit e mbështetur nga zoti Dodik dhe nga aleatët e Republikës Srpska kanë zgjedhur mundësinë për të bërë një kundërshtim ndaj gjykatës së vendit dhe ky është një sulm i parë në nivel shtetëror ndaj institucioneve të policisë, por edhe të reduktojë rolin e shoqërisë civile dhe të OJF-ve dhe pikërisht dhe kjo mbledhje në Banja Luka de facto sjell pikërisht agjensitë policore të Republikës Srpske që të shkojnë përkundër autoriteteve të republikave të tjera dhe kjo është pikërisht e pamundur që të mund të ketë një mundësi dhe pikërisht gjykata kushtetuese është ajo që do të vendosë nëse ky vendim është brenda kushtetutës ose jo dhe që do të shikojmë nëse Republika Srpska do ta pranojë, por ajo që ndodh me ministrat e zotit Dodik ata nuk e pranojnë, që do thotë që kriza do të vazhdojë dhe ne duhet ta ndjekim nga afër se si do të zhvillohet. Po si do të ndikonte pak edhe në marrëdhëniet me ndërkombëtarët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse një gjë e tillë do të ndodhte, marrëveshja e Daytonit do të hidhej poshtë në Bosnjë e Hercegovinë. But I didn't hear the question. Let me ask again. Po ju pyes edhe një herë, meqense nuk ma dëgjuat pyetjen, si do të ndikonte edhe në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe ndërkombëtarët, sikurse i quajmë forcat e mëdha, Bashkimin Evropian, nëse marrëveshja e Daytonit do të hidhej poshtë, nuk do të respektohej nga Republika Srpska në këto momente kur mund të shkojnë drejt formimit të një gjyqësori, të një ushtrie të veçantë apo edhe të vetvendosjes? Në fakt Bashkimi Evropian edhe shtetet anëtare të BE-s bashkë me SHBA-n kanë reaguar dhe e kanë dënuar aktivitetet e agjendës së Banja Lukës dhe këtu kemi dëgjuar pikërisht në publik dhe kemi dëgjuar edhe për sankcione të mundshme për personat kyçe, për bizneset që janë afër autoriteteve në përgjithësi, për Republikën Srpske. Dhe për herë të parë jemi në një situatë të tillë që prej vitit 2021-2022 dhe kur bën një përpjekje e parë dhe pikërisht u ndërpren fondet për Republikën Srpska dhe u vënë sanksione nga shtetet anëtare të BE-s dhe kjo ishte diçka që mund ta shikojmë që të ndodhë sërish. Në mënyrë që BE-ja të mund të heqë një vijë të kuqe, pra që këto ndryshime të mos ndodhin në Bosnjë dhe të mos ketë pasoja. Megjithatë, ajo çfarë dëgjojmë nga Banja Luka sot është që ata duan të vazhdojnë që të ndryshojnë skenën politike, i dëgjojnë
zërat nga perëndimi, por me kthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë dhe që BE-ja është e konsumuar se si do të ndihmojë Ukrainën, dhe tani ata besojnë se është një mundësi për Republikën Srpska që të ndryshojë ato çfarë dëshironte të bënte më përpara dhe të shikojnë pikërisht dhe të bëjnë negociata dhe të kenë një lloj kuadri të ri për Bosnjë-Hercegovinën. Dhe kjo është situata deri më sot. Çfarë po bëhet në këtë momente për të mbajtur nën kontroll presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik, por edhe zyrtarë të tjerë që po shkojnë pikërisht drejt agravimit të situatës në Bosnjë-Hercegovinë me shkëputjen që pretendojnë? Ka nivele të ndryshme. Njëri nivel për gjithë vendet anëtare si Parisi dhe Berlini dhe Brukseli është diçka që duhet të bëhet dhe pikërisht autoritetet duhet ta kthehen nga rruga e tyre dhe siç u përmendën edhe sanksionet ka patur edhe sanksione individuale që mund të ketë ndaj tyre edhe për rinforcimin e misionit ushtarak në terren në Bosnjë-Hercegovinë të misioneve të ushtarake të BE-s, sepse ka frikë nëse do të kishte pikërisht një përballje midis policive të vendit, kjo mund të ketë pikërisht edhe një efekt domino edhe mbi sigurinë dhe mbi dilemat për sigurinë. Dhe kjo është pikërisht ajo që përforcohet. Megjithatë, siç farësh deri tani, as Dodik, as ata që janë afër tij nuk po dërgojnë as edhe një lloj sinjale që do të ishin gati që të bënin mbrapa mbi planet e tyre dhe duket se në këtë kuptim ne jemi në një trajektore të një ballafaqimi dhe të përshkallëzimit të situatës. Në këtë kohë, sipas jush, cili mund të jetë ndikimi që mund të ketë Serbia, pavarësisht faktit se edhe në Serbi nuk është situata e qetë, presim që të shtunën të ketë një protest që prej tyre, prej organizatorëve, studentëve të tjerë konsiderohet si më e madhja e mbajtur ndonjëherë? Thoya që komuniteti ndërkombëtar ka ndikimin e vet. Në një anë që kemi që presidenti Vučić dhe Serbia ka një lloj ndikimi mbi Banja Lukën, por në këtë kohë siç e përmendet edhe vetë Serbia është e konsumuar tashmë edhe me sfidat e veta. Pra do të thojë që diplomacia perëndimore është duke u përballur me sfidat për të vendosur nëse do duan që të ftojnë Serbinë që të kenë ndikimin pozitiv mbi Dodik dhe situatën në Bosnjë-Hercegovinë, por sigurisht kanë frikë që kjo mund të vi me një çmim. Nga ana tjetër është e qartë. Edhe nga çfarë kemi parë deri tani është që Serbia është shumë e përfshirë. Kemi një vizitë nga presidenti Vučić, një vizitë nga kryeministri dhe nga zëvendës kryeministri serb që kurse ka nisur kriza në 26 shkurt, e kemi parë Dodik që të udhëtohet drejt Beogradit, edhe me shumë deklarata të bëra në Beograd, janë shumë të përfshirë. Megjithatë, mesazhi që vjen nga Beogradi nganjëherë është i kujdesshëm, sepse ata janë të parët që e bëjnë, por thelbi është që ka një mbështetje për çfarë Milorad Dodik është duke kryer dhe kjo është sa e rrezikshme dhe i shton edhe kuptimit për kursin që Milorad Dodik ka marrë. Nuk është ajo që do të jetë pikërisht që do të uli përshkallëzimin, por do të jetë ajo që do të vazhdoj pjesën e përshkallëzimit më tej. Do doja të ndalesha pak edhe të qëndrimi që përmban Vučić, cilat janë interesat ndjes të Vladimir Putin në Bosnjë-Hercegovinë, cili mund të jetë ndikimi që ai do të ofroj pikërisht në këto momente në Bosnjë, por sidomos te aleati Dodik. Në fakt, Milorad Dodik për momenti është izoluar, është kthyer paksa toksik në kuptimin që jo shumë zyrtarë ndërkombëtar do të ishin të gatshëm të takoheshin me të,
Sot të dje kishim edhe takime të nivelet të larta nga administrata civile europiane që dhe ata nuk janë takuar as me Dodik, as me ndonjë përfaqësues rajonal apo autoritetet të Republikës Srpska, që është një sinjal të këtij lloji toksiciteti që Dodik ka. Pra në këtë kuptim ka një farë interesi për komunikimin që mund të ketë me Moskën dhe me Vladimir Putin, por megjithatë kjo është thjesht vetëm për të marrë një farë legitimiteti, por edhe për votuesit e vet, edhe për mbështetësit e tij, sepse ka diskutimin në Banja Luka për të parë se në cilën fazë kjo krizë mund të mbetet për mbijetesën politike të Milorad Dodik, edhe ta bëjë Republikën Srpska më autonome, më të zhvilluar me një pozicion më të mirë. Pra ai duhet të sigurojë pikërisht rrethin e tij të ngushtë dhe më gjerë, dhe në këtë kuptim javët e fundit takimet dhe telefonatat midis Dodik, Vučić dhe Putinit përmendën faktin që president Putin është në solidaritet me presidentin Dodik dhe gjerësisht kjo u raportua në Bosnjë-Hercegovinë. Gjithashtu edhe dje presidenti Dodik përmendi që mund të udhëtonte drejt Moskës dhe që në fakt e la të hapur që do të takojë si me presidentin Putin apo me dikë afër tij, por kur flasim për zotin interesin e presidentit Putin në Bosnjë-Hercegovinë dhe Milorad Dodik, përveç interesave të ngushta të biznesit që ekzistojnë midis rrethave të ndryshme në Rusi dhe në Republikën Srpska, sigurisht mund të jenë investime të ulta dhe Republika Srpska nuk ka ndonjë lidhje gjeografike me Rusinë dhe Rusia nuk mund të dërgojë as mbështetje as para për shkak të sanksioneve. Çfarë duhet të bëjë është vetëm të jap një spektakël politik dhe një mbështetje në OKB apo nëpërmjet takimeve, dhe në kthim çfarë fitojnë është që i tregojnë pikërisht BE-s që nuk është e aftë të ketë një rol kyç në oborrin e vet, teksa është i rrethuar në mënyrë gjeografike dhe ekonomike në këtë lloj forme. Edhe vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, por edhe zyrtarëve të CIA-s në Bosnjë dhe Kosovë, sollën gjithashtu edhe mesazhet e tyre. Cilat janë ato që duhet të dëgjojmë ne? Cilat janë mesazhet që vërtet kanë vlerë në këto takime? Rute e theksoi që rajoni nuk do I kthehet viteve 90. Një aspekt interesant I vizitës së sekretarit të Rute në Bosnjë-Hercegovinë ishte që ditë përpara tyre ne kishim një mesazh të qartë nga sekretari I ri I Shteteve të Bashkuara ku e theksoi politikën tradicionale amerikane ndaj Bosnjë-Hercegovinës. Dhe në këtë mregullnaj të administratës Trump që lufton me Europën për tema të ndryshme nga Ukraina edhe në zonat të ndryshme të globit, sekretari Rute ishte në gjendje të shkonte në Bosnjë me një mbështetje të fortë politike nga gjithë aleanca, prandaj mesazhet e tij në këtë lloj sensi kishin një ndikim dhe mesazhi I tij ishte që nuk kishte për të patur asnjë lloj vakumi sigurie dhe nuk do të ketë asnjë lloj pasigurie gjeopolitike që mund të ekzistojë siç mund të jetë tani për momentin, dhe NATO është e gatshme të mbështesë sepse misionet e BE-s që janë në terren kanë një marrëveshje të qartë me NATO-n dhe NATO-ja ka një rol që të luajë në këtë mision dhe që kjo pjesë e premtimit do të mbahet. Mendoj se ishte një mesazh I rëndësishëm për qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës, por gjithashtu edhe për ata që punojnë në institucionet gjyqësore të policisë, në një farë mënyrë që ti sigurojnë atyre që edhe nga jashtë dikush po I kushton vëmendje dhe po I mbështes. Deri në çfarë mase do të jetë kjo? Do të ketë kjo efekt tek Dodik? Kjo mund të ndodhë tek aleatët e vet dhe deri tani nuk kemi parë që ata mund të kenë korrigjuar sjelljet e tyre ose të kenë ngadalësuar rrugën që po ndjekin. Po sa I takon qasjeve të Donald Trump ndaj Ballkanit Perëndimor, a janë të qarta? Amerika do vazhdojë të jetë themeli I stabilitetit dhe paqes në rajon?
For the Trump administration there are two parts. Trump ka dy pjesë të politikave të Ballkanit Perëndimor. Pra kur flasim pikërisht për çështjet kyçe Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova, për Kosovën ende nuk e dim se çfarë qëndrimi do të mbajë politika e Trumpit dhe nëse do të ndikohet nga ambasadori Grenell dhe nga çfarë ai ka bërë në 3 vitet e tij të punës në administratën Trump, por kur flasim për Bosnjë-Hercegovinën, për momentin deri tani sekretari Ruben nëpërmjet deklaratave të tij e ka bërë shumë të qartë që politika do të mbetet po e njëjtë, por leximi im i këtij pozicioni është diçka që thotë që SBA ka dhënë një farë oksigjeni Bosnjë-Hercegovinës edhe politikave europiane në Bosnjë, por në terma afatmesëm dhe afatgjatë, çfarë kërkon administrata amerikane tashmë në Europë nuk do të ishte e zgjuar nga Europa që të mbështetej vetëm tek SBA-ja plotësisht për sa i përket politikave dhe mbështetjes siç e ka bërë deri tani, po flas pikërisht për pozitën e tyre që nuk mund të ndryshojë për sa i përket mbështetjes për marrëveshjen e Daytonit edhe për rendin në Bosnjë-Hercegovina, por tani po flas pikërisht për terma praktik, pra administrata Biden dhe administrata e pashme amerikane kishin pikërisht peshën kryesore më parë, ndërsa kur flasim për sanksionet dhe kur flasim pikërisht për vënien në praktik të politikave europiane, mendoj se ata më mirë është të them që ata nuk do të vazhdojnë që ta bëjnë të njëjtën gjë dhe që BE-ja apo kryeqytetet europiane do të duhet që të ndërhyjnë. Kur flasim për Kosovën, do të isha më i kujdesshëm në atë që them, sepse deri tani nuk kemi dëgjuar shumë nga administrata Trump dhe çfarë kemi dëgjuar nga Richard Grenell tregon pikërisht tek një ndryshim i lehtëshëm i politikave, po kjo mbetet ende për tu parë teksa zhvillimet ndodhin. Unë ju falenderoj shumë, zoti Qëri Magiç, për analizën tuaj për sa i takon asaj çfarë po ndodh, jo vetëm në Bosnjë, por edhe në rajon. Thank you very much for having me. Faleminderit.